Kapitulli 4. Përderisa premtimi për të hyrë në prerjen e Perëndis vazhdon të jetë i vlefshëm, le të kemi frikë se mos ndonjëri nga ju mbetet jashtë. Edhe ne e kemi dëgjuar ungjillin, sikurse dhe ata që ishin në shkretë të tirë, por atyre nuk u vleti fjala që dëgjuan, pasi nuk e dëgjuan me besim. Ne që besuam do të hymë në prerjen e Perëndis, për të cilën ai ka thënë. Dhe kështu në zemrimin tim u betova. Nuk do të hynë kur në prehjen time. Ai e tha këtë, ndonë se veprat e tij kishin mbaruar që me krijimin e botës. Ndërsa për ditën e 7 ka thënë diku: Perëndia pushoi ditën e 7 pasi i mbaroi të gjitha veprat e tij. Po për të njëjtën gjë shton: nuk do të hynë kur në prehjen time. Ata që e dëgjuan në fillim ungjillin nuk hynë në prehjen e Perëndis për shkak të mosbindjes. Por meqense mbeten edhe të tjerë për të hyrë në të, Perëndia caktoi përsëri një ditë të quajtur sot, kur thot pas kaq kohe nëpërmjet Davidit: Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Pra, nëse Jozueu do ta kishte quar popullin në prehje, atëherë Perëndia nuk do të fliste më për një ditë tjetër. Kështu, për popullin e Perëndis, është ende e mundshme një ditë prehje si e shtuna e prehjes së Perëndis. Ai që hyn në prehjen e Perëndis do të pushojë së bëri veprat e veta ashtu siç bëri dhe Perëndia. Le të përpiqemi pra të hymë në këtë prehje, që të mos bjerë ndokush në të njëjtën shembull të mosbindjes. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Ajo është më e mpret se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e frymës së jetës nga shpirti, të kockës nga palca. Ajo shqyrton mendimet dhe qëllimet e zemrës. Nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para Perëndis, por të gjitha janë të zhveshura dhe të zbuluara në sytë e atij, të cilit do t'i japim llogari. Le ta mbajmë pra fort besimin që shpallim, sepse kemi një kryeprift të madh që shkoi deri në qiejt, Jezuin, birin e Perëndis. Ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund të vuaj me ne për dobësitë tona. Përkundrazi, ai u tundua në gjithçka ashtu si ne, po nuk mëkatoi. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë të gjejmë hir për ndihmë në kohë nevoje.